Të respektuar të reshikues të kanalit PIS TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muaji i madhrishëm i Ramazanit trokiti dhe erdhi edhe këtë vit e përjetuam, këtë kënaqësi dhe jemi minjas Allahut të plot fuqishëm që na mundsoi që ta presim Ramazanin. Sa shumë luteshin gjeneratat e para të pritnin Ramazanin dhe gëzoheshin kur e arritnin atë. E ne ja këtu jemi sot në ditën e parë të këtij muaji të bekuar e me ju PIS TV zakonshëm është shumë e veçantë në këtë muaj ku në çdo shtëpi vëren qasje ndryshe dhe vëren një përcjellje më të atashme të këtij kanali i cili ekskluzivisht gjatë tërë vitit kujdeset për besimin tuaj, për fetarinë tuaj, për njohuritë rreth fesë dhe besimit, por me tekst të veçantë në Ramazan ku janë shumë emisione që përgatiten ekskluzivisht për ju. Ja, edhe emisioni tashmë që jemi para jush në sofrën e Ramazanit, ku mua si hoxh më gjen në cilësi të moderatorit, është kënaqësi dhe privilegj që kam këtë detyrë që më është besuar që në këtë muaj të madhreshëm të thras musafir të ndryshëm të bashkëbisedojmë me ta dhe të shtjellojmë tema të ndryshme, tema edhe fetare, edhe sociale, edhe përvoja të ndryshme nga jeta e tyre. Për të bërë një njoftim se si do të rrjedh në përgjithësi ky emision, kemi përzgjedhur për ju ajetet e agjerimit nga Surja Al-Baqara, ku ato janë të vendosura në një renditje interesante që në fakt nuk e kemi me ibadetet, me adhurimet e tjera ashtu të radhitura në Kur'an, sikur me ajetet e agjerimit. Dhe do të fillojmë pra me ajetin e parë që është ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Këto në fakt janë pak ajete, janë 4-5 ajete që flasin për tematika që lidhen me agjerimin, që lidhen me Ramazanin e gjëra të tjera. Ramazani ka 29 ditë apo 30 ditë. Ne në 4-5 ajete do t'i thërrisnim vetëm 4-5 mysafir, por duke ditur se ajetet kanë shumë shkëputje, shumë kënde të cilat mund të diskutohen, e kemi nda një ajet në copëza, në pjesë të ndryshme, që të trajtojmë tema me mysafir, që vinë nga sfera e dijes fetare, pra me hoxhallar me tekste veçantë. Për befasit e juj të këndshme, do të kemi, besoj, edhe mysafir që nuk janë hoxhallar, por dominojnë hoxhallar. Hoxhallar nga troje të ndryshme të vendeve shqiptare. Hoxhallar të cilët kanë merita për zhvillimin e islamit në trojet tona në këto kohë. Ata që i kemi gjallë, me ata që janë me të vjetër, revokojmë kujtime të mira, edhe për të kaluarën, edhe për ndonjë hoxh tjetër që ndoshta sot nuk e kemi në jetë. Ata që janë më të ri, kanë mjaftueshëm bagazh të dijes, të angazhimit, por edhe të punës në sferën e thirrjes islame që e kanë merituar që të jenë pjesë e çdo paraqitje në për ligjërimet e tyre, në për mimbere, në për vende të ndryshme, por edhe në media. Në këtë rast, edhe në PIS TV e me tekst të veçantë në emision tashmë tonin në sofrën e Ramazanit. Për të filluar dhe thuhet vazhdimisht për një fillim të mirë, në vendet të tjera do të fillojmë me ndonjë pjesë të Kuranit të lexojmë. Nuk kemi ndonjë lexues të mirë, që ka ndonjë zë melankolik të bukur, por e kemi një zë tjetër që depërton thellë në zemrat e besimtarëve që e duan kudo që flasin shqip. I pranueshëm në Kosovë, i pranueshëm në Maqedoni e Veriut, i pranueshëm në Shqipëri, i pranueshëm edhe për diasporën tonë kudo që është, me temat e tij, të cilat janë të pa kompromis. Në rrugën e Allahut nuk ka liberalizëm në paraqitjet e tij, ndërkaq në jetën e tij edhe në çështjet sociale është tepër i butë, tepër i qetë, tepër liberal. Me ne dhe me ju kemi të ftuar sonte hoxhën Enis Rama. Mirë se erdhët hoxhë nderuar. Mirë se gjej,
Hoxhë nderuar, faleminderit shumë, Allah të shpëlbeft. Siç paralemrova, do të startoj me ajetin e parë, të fillojmë, e me ju do të ndalim vetëm te kjo thirrja e parë që te adhurimet me tekste veçantë të detyrat e mëdha Zoti nuk i thret të gjithë njerëzit. Ndonse është një çështje e diskutueshme në literaturën fetare se angarkohen njerëzit edhe nëse nuk kanë besimin me vepra barabar. Pra, a ka mi pyet Zoti dhe mosbesimtarët dhe ateistët pse s'ka agjëruar, është temë e diskutueshme, por në këtë rast për të përu urdhën për agjërim, Allahu xhalla xhelaluhu zgjedh kategorinë e besimtarëve dhe thotë ja ayyuhalladhina amanu. Çfarë të thotë kjo thirrje? Madje në PIS TV ka pas emisione që janë marrë ekskluzivisht me të gjitha ajetet që ka thirrje hyjnore, pra me këtë nisje. Je hoxh me kase, me dinase, ajetet ndahen edhe me këtë, ke shumë për të thënë, por një fillim nga ju. Faleminderit Allahun, e falenderojmë, lutim Allahun e mënduar që ky muaj të jetë një muaj i begat për neve, një muaj i veçantë, një muaj i ndryshimit, i angazhimit pozitiv në raport me Zotin, po një parafrim të zemrave mes vete, nga se kemi nevojë të parafrohemi, kemi nevojë të largojmë barierat, problemet, keqkuptimet. Mendoj që është një mundësi ideale, një frymë pozitive që e ofron Ramazani. Lutem Allahun që në mbar botën të mbretëroj mirëkuptimi, paqeja, dialogu i përbashkët, po edhe ne të jemi të kursyer nga çfarëdo konflikti apo problemi që cënon sigurinë, paqen edhe të ardhmen tonë. Të jam mirënjohës për ftesën në kuadër të shumë xhallarëve që ti ke përzgjedh të flasësh me ta, që padyshim përzgjedhja jote është shumë elegante edhe shumë e veçantë. Allah të shpërbleft. Amin, faleminderit, po jeni të imponuar. Përndryshe unë e di që ki shumë paraqitje, sidomos edhe në PIS TV, po të bënim ndonjë krahasim të tillë, ndoshta do të ishim bërë të pakujtueshëm, do t'ju harron se ke emisionet tuat. Por në fakt në është dukur e vobekt sofra pa ju. Allah është shpërbleft. Prandaj t'jam mirënjohës sinqerisht, edhe për iniciativën edhe kontributin që e jap këtë aspekt, nga se nuk është e lehtë të presësh mysafir, po bëjaria jote të kalon sofrën e Ramazanit. Por dhe kënaqësinë mos e harro. Elhamdulillah, padyshim. Presësh mysafir është Qashtu, po përvoja me ty është përvoja e bujarisë, alhamdulillah. Zoti ju rujt, Allah i shpërbleft. Se përket të ajetit e hoxhë nderuar që përmend, ky ajet është sikurse shumë ajete të tjera ku Allahu xhalla xhelaluhu komunikon me një kategori të posaçme të robërve të tij për një informatë të posaçme që ata i shpije në një nivel të posaçëm. Domethënë, fillimisht komplet thirrja është e veçantë. Është e mbushur me nuancat e privilegjit, është e mbushur me nuanca të dashurisë dhe kujdesit të veçantë, nga se në kuadër të emërtimeve që ne si rob i meritojmë, mendoj që ky do të ishte ndoshta emri i fundit që meritojmë të thirremi me të. Ne si njerëz meritojmë shumë emra të tjerë, spaku nga Zoti xhallal xhelalu, jo në ndërsjellë. Na duhet të kujdesemi si po thirremi, për shkak se duhet respekt, duhet kujdes, mos me lëndu tjetrin. Por Zoti ka dhe me na thirr o gjunaqar, o shkret, o qyrdush, për shkak se ajo është Zoti, ajo është i përkryer, ne meritojmë. Po, andaj mendoj që në kuadër të emrave që meritojmë, me ta vendos listën edhe të emrave, me cilën ti për shembull mendon se kishe më uftu tamam kështu të çushë meriton, mendoj që emri besimit do të ishte i fundit. Për shkak se besimi është në derë dhe privilegj që Allahu nuk i jap gjithë kujt. Prandaj Allahu te barekuta fillimisht para sa më na thirr, na rikujton për begatin e emrit që na ka dhënë. Edhe Allahu ka thonë, a ju ka quajtur musliman. Është emërtim që Allahu na ka dhënë. A ju ka quajtur musliman. Dhe ky emërtim është nder për neve. A ke pa për shembull i nderuam hoxh përpara kur ka koni farani pak më ndryshe, jo bash sot, po Allah na përmirësoft. Don kur ka lind një fëmijë, baba i madh, gjyshi ose hoxha që ka nder ti ke më gjithë emrin.
Edhe ta një jetën të thëshin atë një kur të kanë gjitë emrin t'ybre. Në kuptimin e asaj se domthon t'ki kujdes çfarë emri po bën dhe kur të kanë gjitë emrin. Ishte dyqysh emërtimi, domthon autoriteti që ta ka dhënë emrin, ishte dyqysh një farë mbikëqyrës i vazhdueshëm edhe për sjelljet e tua. Sakt. Për faktin se ta kanë gjitë emrin filoni, u kon filonit ka mbajtur pra. Pa mëse korrekt emrin që ta ka përzgjedhë edhe. Tash në këtë kuadër tush kush ma ka dhënë këtë emër? Zoti i gjithësisë. Allahu te barekuhu teala. Don çka kumbone që me ma japa i mu këtë emër. Don çka unë tu s'kom po kurrë absolutisht. Allah. Ai ma ka këtë emër. Kur thush pastaj mirë, ai ma pas këtë emër. Përveç me kujtja ka këtë emër. E kishte veç më të mirë, pejgamberëve, devotshëm, sinqertëve. Don realisht mahnitesh nga ky kujdes hynor. Mahnitesh nga kjo përgdhelje. Apo thosh mirë, ai më ngjitun se kom meritu. Po hajt kujt tjetër pas kanë gjitë që të amën njëjtë si mu, është që këtë më të mirët e më të mirëve, elita e elitarëve, të përzgjedhurve. Kjo prapë bën më mahnit, apo sigurisht. Pastaj për shembull, e shikon në kuadër të vijeve të komunikimit me Allahun e mënduar, shtigjeve që ne komunikojmë me të shumë të autën. Cila është e më e shenjtë, më e mira, besimi. E dënë atë më shumëti. Nuk të ka thirë për shumë, ati që më përmen, ati që për shumë kërkon për me, ati... Ka shumë njëra që shna me Allah në komunikujmë, që mund të marrë emnëve. E ka përgjith më dashën, besimi. Ma di besimi është kupolla e të gjithave. Kërto që është një nismë interesante, do më thonë që të vendosë para një realiteti që shpeshe ndoshta nuk e njohim vetën tonë kushimin e realisht. Mund të përbuzim, nënçmojmë vetën tonë. Mundim nga njerë edhe fatkeqësisht të përdosim dignitetin tonë si pasojë e ndonjë mangësie materiale, ndërsa jemi të pastër me besim. Ndërsa jemi të pastër me këtë nderë që Allah na ka dhënë. Nga njerë dikur për shembull nuk të jap një pozitë që ti meriton. Dikur për shembull ndoshta mund me të shkel dikun. Ja ti mendon se ç'e kanë bënë apo. Në që kjo çështje e besimit është gjithmonë që të mëna e përsi. Nuk ka kusht për ulmo, nuk ka kusht në nënçmon mo. Meq unë të kam ngrit, meq unë të kam emërtu, meq unë të kam përzgjedh, kjo është tash e mjaftueshme për gjitha të tjera që ndoshta nuk mund ta gëzosh të njëjtin respekt apo të njëjtin trajtim sikurse e ke gëzuar nga ana ime. Prandaj çështja e thirrjes në emër të besimit është me të vërtetë çështje që më së pari të mbush dashni për Zotin, të mbush madhnim për të mbush një parulë të veçantë, të mbush një komunikim të veçantë e kështu me radhë sikurse e përmenda. E krahas saj një shtuc që mund ta përmendni këtu pastaj të zhvillohet muhabeti në kuadrën e saj, ato që Allahu po na jep, domethënë është diçka që Allahu e don. Po, agjerimin Allahu e don. Në kuadrën e kësaj për shembull, na shohim në Kur'an, kur Allahu jep njerëzve, se Allahu jep njerëzve ato që e don e ato që nuk e don. E ato që po mënoj njerëz e përcaktojnë pastaj e don e nuk e don. Për shembull, kur njerëzit i thret Allahu te barekuhu teala për shembull në aspektin e shfrytëzimit të begative të shumta, i thret në emër të krijimit, i thret në emër të emrit si njeri, që ju detyrimisht ato që ata marrin Allahu e don, në çështjet e dunjos edhe aspektet material. Me për kur Allahu xhallahu ala të jap nga adhurimi i tij, diçka i bën se domthon po të jap ato që e du. Domthon po të jap ato që e du përmes asoj që e du për shkak se po të du. Sakt. Nuk do të mund ta lexonte dikush mbrapsht sepse këtu i keni dhënë orientimin e duhur, por Zoti po më përkthel me emër tim. Po më thirr me emër të dashur, por megjithatë po më jep një detyrë pas tij. Po të ishte thirrë më lehtë, do të ishte ndonjë tregim, ndonjë narracion, jo ndonjë detyrë. Pra ndoshta i punxon kjo, Zoti të takon shembull më i lartë, por kur ne dëshirojmë një shërbim nga ndonjë prej fëmijëve tanë, e dim që përtojnë ta bëjnë. Po ndonjëri prej tyre mund ta bëj, e tash ne pse ta thrasim në emër, me i thon në emër më përkthës, lushk, shpirt, zemër, edhe m'ia dhon këtë detyrë. A nuk duket pak se është përdorur kjo metodë që një detyrë që po e jap, ndoshta po të mos e kishit besimin, ndoshta edhe nuk e merrni. Në jetë
dhe me thonë, për çështje ndryshme, ka njerëz ndryshëm. Ti për shembull, për çështjet ndoshta të zakonshme, të përditshme, nuk e përzgjedh shumë me këndon. Po çështje serioze që kanë pasojë kështu me radhë, unë e përzgjedh. Mund të përdor shajin, pa problem, se jem më vërtet sofër. Një lirë. Pa mirë. Domthonë, ti përzgjedh zakonisht ata që ka jap është barr, po i përzgjedh ata që ki më të afërmit, ata që domthonë ju beson më shumë. Për detyra të mëdha janë njerëz më të afërt. Andaj Allahu te bareku teala është vërtet që po jap agjërimin. Po jap dove që realisht e pritshëm është nga ata që kanë me zbatu. Për shkak të besimit që kanë në Allahun e manduar. Në anën tjetër, nëse e largojnë besimin nga kombinimi i kësaj ngarkese me këtë adhurim, po dyshim se nuk do të kesh kuptim. Për shkak se agjërimi është braktisje e gjërave të dashura. Ushqimit, pijes, është braktisje. Patjetër. Agjërimi nuk është veprim. Është frenim. Është mos veprim. Mos veprim është, apo nuk vepron diçka. Dhe kërkohet mos më vepruar ato që ti natyrshëm e vepron dhe këndshëm e vepron. Sakt. Tash për me pasion. Po, zakonisht, domthon një forcë që është në veprim, për me e frenu duhet një forcë më e fuqishme se kjo që e ka vendosur këtë veprim. Sakt. Tash Allahu xhallahu ala thot e di që e keni përqefi ushqimin dhe pijen. E di që keni jetësore. Edhe është nevojë. Edhe është nevojë. Mirë, po e di që edhe besimin e keni përqefi. Tash ju dëshmoni se forca e besimit që në këtë rast ndikon në frenim është më e fuqishme se forca e epshit që kërkon veprim për më ushqyer. Dhe këtu shprehet vetëm me dashni. Këto veç dashnia bën këtë punë. Këto e bën veç në esencë. Dashnia e madhe e bën që besimi, domos si forcë frenuese, të vepron si frenim në forcën vepruese të epshit edhe të kërkesave të natyrshme ditore. Kjo është piknisja. Piknisja është besimi. Por duke pas parasysh se ky besim jo gjithmonë është funksional nga gjitha anët, të gjithkush, po. Gjithsesi, Allahu e ka përmbush dhe e ka ndihmu edhe e ka suportu me disa anë të tjera, sikur se është frika, sikur se është shpresa, sikur se është motivimi, e tjera. Mirë po këto janë forca suportuese të funksionimit të besimit, i cili në esencë funksionon me bazën e dashurisë. Unë kam dëshirë shpeshare që piknisja me Allahun me qenë piknisja e dashurisë. Për shkak se dietarët e kanë përmend se dashuria është koka e shpendit, me të udhëtonaj, me të orientimin. Krahëton që e mojnë pastaj, domethënë, peshën edhe mojnë ekuilibrimin e duhur të udhëtimit. Pa duhet frikë, po ka kërcënim, nëse nuk e bën, dënohesh. Normal është, për shkak se privilegji është i madh, kujdesi është i madh. Kërkesa është minimale në raport me çka po të jap. Dhe lehtësimet janë shumë të mëdha. Ju dini shumë mirë që keni me diskutuar me xhallar të tjerë. Nëse në udhtim, nëse në kështu, nëse në smu, sa lehtësimi është aty domosdoshmë është për gdhële totale, është për totale apo. Shikoj për shkak që për gdhële në agjërim ka për gruan apo. Një cikël menstrual mos gjino. Çokolet cikli me agjërimin, apo. Ti han sa tjetër. Ja, ti tash e keni situatë më ndryshe, ki pa ngarkesë psikologjike, je pak kjo përgdhelje. Janë do hormonë më ndryshe. Patjetër, dua të them që kjo përgdhelje musafirit, kjo përgdhelje këtij, kjo përgdhelje është treguesi dashurisë në lehtësime, edhe në obligim është treguesi dashurisë. Prandaj unë kisha pas shef që gjithmonë thirrjet që Allahu na i bën, fillimisht me i trajtuar me thirrjet e dashurisë, i dashni po thret. Aq që do të mirën po thret. Përgjigj me dashuri e ndihmoj me frikë me shpresë. Me domos. Nga aspekti pak gjusor, thirrja o ju që ne, si xhallar, shpesh e bëjmë këtë gabim që duhet ta bëjmë tani, që keni besuar. Pra, e themi në kohën e tashme. Në fakt, po të më thuaj arabisht, i bjen ja ju alladhina tu'minun. Ai nuk ka kështu, ka në kohën e kaluar. Ai bie që imani duhet zëj vend pak më herët, që ti të marrësh detyrën mbi supe, për këtë arsye shpesh disa njerëz detyrat në ditën kur ai çastet fesi duke shumë të vështira pa dyshim. Sepse unë t'jap shans
Me piti qaj bile, unë flas. Që ta, po kam qef me dikur ki me zgase një hurë me kësha hongër. Jo sikur në bisedat private, po me gjithat. I bie se kjo dikush e ka pak më vështirë që sot të besoj, sot të marrë detyrën. Ndërkaq kur ke besu pak më herët, ose kur Zoti veç e ka pa gatishmërinë tënde për detyrë të caktuar, ka thirrë me folje të skaluarës, pra që ti ke besu, jo që po beson tani. Imani, besimi në Allahun e Madhnuar, ka përkufizime nga më të ndryshme që dietarët ja kanë bërë, por emëruesi përbashkët, pavarësisht dallimeve në përkufizim, po konsiderojnë në përmbajtje, në konkluzë përfundimtare, gjithë dietarët janë të pajtimi se imani ka të bëjë me dije, njohuri të caktuara dhe ka të bëjë me adhurime të caktuara. Domthonë, adhurimi është pjesë e besimit. Në këtë rast, ajo që mund ta përmendi, nëse ka arë në kohën e kaluar se diçka i paraprin diçkafit, atëherë me që po kërkohet vepra, Allahu të barë të në thëtë në emër të njohurisë, e cila duhet të shëndohet në praktikë. Ojo që keni besuar, ojo që më njihni kush jam, ojo që e dini çka kërkoj nga ju, ojo që e dini se unë ju duhet mirën, ojo që e dini se unë nuk ju ngarkoj për te mundësive, ojo që e dini se unë ju shpërblej, ojo që e dini se ka xhenet, apo po ju ftoj tash ta dëshmoni praktikisht dhe ta pranoj ofertën time me agjërim. Ande këtu i ka parapri dija veprës. Sikur se Allah thot në Kur'an, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka zot që meriton të adhurohet pas Allahut. La ilaha është fjalë. Gojës të këmunda, por i ka kërkesët e veta, i ka kushtet e veta. Andaj Imam Buhariu rahimullah, sikur se e ketë njohur në kapitullin e diturisë, e ka një kapitull thot el ilm qabla al qawli wal amal. Don dituria para se me fol edhe para se me vepru. Për këtë arsye edhe fjala e parë ka iqra. Lexo. Në Islam nuk ka kurrë me imponim, nuk ka kurrë me hatër, ka bindje. Pejgamberi binte popullin e tij me fjalë. Prandaj i paraprin dija, ti bindesh se kjo është e vërtetë, bindesh se ky është Zoti, e njeh Zotin ton dhe për aq sa më tepër e njeh Allahun, vullai më tepër i përgjigjesh. Patjetër. Sa e kanë përmend dietarët, kush e njeh Allahun më së miri, domthonë i dërohet më shumti dhe adhuron më së miri. Për këtë arsye kjo është mënoj në kuptimin e zbërthimit kohor. Kush i paraprin kujt, besimi në kuptimin e dijes ashtu i paraprin veprës. Nga se nuk ka mundësi me pas vepër pa dije. Padyshim njeriu në fakt është krijesë aktive. Ai dikujt i përgjigjet. Ai pas dikujt shkon. Ai dikujt në fakt i beson se ka thirrjen më joshse. Minimum edhe në mënyrë të verbër, pra mund ta pasojë epshin e tij. E epshi i tij është një lloj Zoti, apo? Sikur shndrohet në Zot. Pra i bie se nëse se njeh Zotin, edhe nuk i bindesh. Jo që është në nënçmim kjo, ose po duam ta nxjerrim si përshpim për ata që nuk besojnë ose nuk agjërojnë, por kjo i bie se ju i mungon njohuria për Zotin. Apo jo? Patjetër. Çfarë i bëri këta njerëz? Këta janë me mendje të shëndosh, nuk është janë të privuar nga jeta e përditshme, pra janë si unë dhe si ti. Pse unë dhe ti e kuptuam këtë bindje, ai nuk e kuptoi? Po dua pak edhe nga këndi, jo drejt për drejt fetar, e dim, ku e zë Allah, s'ka kush e humb, por çfarë faj ka që nuk arrit deri te kjo dije? Kush ja mbuloi atij këtë pjesë me Unë nuk dua të është të lëshuam në kategorizime, na udhëzuam, ata nuk udhëzuan, kjo çështje. Ata mund të lakmojnë. E vërtetë është. Po kam qenë kim një çështje pak më gjithë përfshirë se pastaj kushdo që e sheh veten këtë shpjegim, e merr shpjegimin apo. Njeriu vepron bazë forcave të caktuara. Për shembull, njeriu është peng i kuptimeve të tij. Kuptimet përcaktojnë veprimet. Motivet përcaktojnë lëvizjet. Ka një lëvizje e brendshme që përcakton lëvizjen e jashtme.
Nuk ka për shembull nëse njeriu bën diçka pa qëllim, lëvizja e tij quhet afekt. Nuk është më vepër e qëllim, që të ka për vepra që pa qëllimit. Ajo njët, për shembull, unë kam marr me ftesë, me qëllim kam marr edhe normal, se me qenë të kalu këtë pare, edhe që po bëni rastësisht që mund të, nuk është me qenë kjo absolutisht e organizuar në këtë mënyrë kështu. Andaj njëri ka forca, tonë që lëviz, edhe që lëvizin. Disa forca Allah i ka bërë më dominante se tjerat, për të menaxhu lëvizja e njerit. Dhe secila forcë është përgjegjëse për veprimeve të caktuara. Epshi ka forcën e vet, mendja ka forcën e vet, zemra ka forcën e vet, kuptim të vendimarrjes dhe qenies së brendshme që e organizon qenin e njeriut. Dhe në momentin kur tash këto forca kanë debalans në fuqi dhe në dominim, ato kanë me përsëritur pastaj edhe përgjigjen e jashtme me kujt kemi përgjigj. Ka secila forcë i përgjigjet thirrjes së caktuara. Dhe këto Allah e ka bërë kështu. Për shembull, me cilën forcë i përgjigjet nëna i përgjigjet, për shembull, vajit të fëmijës së saj. Jo me forcën e logjikës, se logjikisht nuk i bën më çupi gjumit. Sakt. Sa më çupi gjumit, ka ju problemi jote. Edhe je më i vogël. Po normal. Para tash me dominu forca logjikës topën. Ai plas nga vajit. Sakt. Dominon forca e emocionit dasnisë. Prandaj duhet me menaxhu me forca. Andaj Allah ka bërë dominant mbret të njerit zemrën, ku atje është vendi i bindjeve, atje është vendi i arsyes, atje është vendi i kuptimeve të drejta. Dhe këto kuptime komunikojnë me një referencë caktuar që realisht i kanë sjellë të kuptime. Sa referenca i thret kuptimet në lëvizje të caktuar, zemra duhet ta gjejë forcën për të përgjigjë. Në anën tjetër, epshi është i krijuar të përgjigjet një referencë më të ulët se referencës së kuptimeve. Është referenca e ushqim material. Apo, për shembull, kur të thirr uria, epshi përgjigjet. Normal. Le punën, le gjithë ai le, po përgjigjet normal. Kur të vjen gjumi ti përgjigjesh apo se ti i përgjigj një kërkesë të caktuar. Apo, tash, nëse për shembull, thirrja e aspektit material është më e zëshme dhe forca e reagimit e psharak është më e fuqishme se referenca e kuptimeve dhe zemra e brendshme nuk agjerohet. Patjetër. Po, normal, për shkak se njeriu domon i përgjigj forcës dominante. Që dominon. Madje do të duket edhe i palogjikshëm. Normal. Prandaj edhe Allahu te barekuta në Kur'an, kur përmend domon arsyet e mos përgjigjes, nuk përmend për shembull se ata kanë gjetë një argument më të fuqishëm dhe pikërisht për shkak të tij nuk përgjigjen. Për shembull, kurreshtë e Mekës nuk kanë debatuar me pejgamberin mbi bazën e asaj që ai ka ftuar. Unë kam marrë me këto argumente, ju ne kemi argumentet tona, debatojmë, apo që ti s'ke argumente, s'ka qenë asnjëherë kjo në tavolinë. Të gjitha refuzimet e thirrjes së pejgamberit kanë qenë me karakter e fsharak, për ta ruajtur për shembull e përsinë, e pasurinë e tij. Prandaj do të them që ata besimi e fuqizon zemrën, që ti përgjigjet thirrjeve kur ato mund të jenë të rrezikuara nga thirrjet e epshit ose donjos. E njerëz që nuk e kanë këtë kapacitet të kësaj force të brendshme të zemrës për të përgjigjur këto thirrje, thirrja e besimit nuk është mjaftueshëm atraktive. Nuk është mjaftueshëm jorse. Por të përgjigj, atëre nuk lëviz ajo. Kjo nuk e lëviz. Atë shkojmë në nivel tjetër. Atë po lëviz me këtë thirrje dhe çdo thirrje që e lëviz forcën e brendshme, njëri asaj komi u përgjigj fatkeqësisht. Në këtë rast fatkeqësisht, nëse nuk e përgjigjet për shembull bindjeve dhe kuptimeve të duhura të zemrës së tij. Të zemrës së tij. Duke ditë se njeriu është krijesë e Allahut xhalla xhelaluhu dhe shpirti i tij është delikat, nuk është që të tjerë do ta mbushin. Patjetër. Do thotë është mjerim faktikisht bindja dhe thirrja e të tjerëve. Megjithatë u qalilun min ibadi ash-shakur, ose kundërta, shumica nuk po e kuptojnë këtë thirrje. Asnjëherë. Në asnjë periudhë kohore, a duhet të ndihemi si minoritet që i besuam Zotit dhe po agjerojmë, nëse i referohemi numrit të njerëzve, nëse i referohemi numrit të krijesave, kundërta është. Ne jemi me shumicën absolute, ne jemi me gjithë
Ne jemi madje me planetet, me trupat qiellor, dielli adhuron Zotin si ne. Hëna ashtu, Jupiteri ashtu gjithçka. Njerëzit kur matën me llojin e tyre, e që të shkretit janë të shkret të gjorë, në fakt ta bën punën që ti mundi gjorë, karshit ti shpesh herë, sepse sikur duket ai ka dominancën dhe unë tash turp të paraqitem me fen time, që ka kjo prodhon edhe probleme identitare. Është besimtar, është musliman, selami i pengon. Nuk është që i pengon në vetvete, po turprohet ta jep. Sepse këta nuk e duan, sepse këta nuk e kanë dëshirë, sepse kjo ndjenja e turpit për të manifestuar besimin, si mund të arsyetohet? Ajo mund të analizohet, po nuk mund të arsyetohet. Mund të analizojmë. Sakt. Pse ndodh, pse është kjo kështu, po jo deri në nivel të arsyetimit. Për shkak se nuk mund të arsyetohet asnjëherë turpi nga diçka që është e duhur dhe e mirë. Duhet me arsyetuar kundërta. Për shembull, nëse unë jam krenar, jam ballhapur, jam faqebardh me agjërimin tim, kam arsye për këtë, dhe kam 10 arsye që të jem kështu. Në anën tjetër, njerëzit varësisht sa dalin jashtë kornizave të aspektit material. Mendoj që ky materializmi ka ngulfat shumë. Fatkeqësisht edhe ka përmbys kuptime, ka imponu standarde, ka imponu edhe po them kushtimisht vlera të caktuara që realisht njeriu ka vështirë me dalë jashtë kësaj vorbulle për të pa botën pak më ndryshe. Forca që na ndihmon me dalë nga kjo vorbull e këtij materializmi është veç forca e besimit. Për të pa realitet ndryshe. Sot njëri domon është bë realisht dihet një robot i cili lëviz në rrymë caktuar, konsumon shpeshherë ato që nuk don, për t'ia bërë qefin dikujt që nuk e don, sikurse ka thonë një nga shkrimtarët bashkëkohor, apo blejmë atë që nuk dojmë, apo blejmë atë që nuk na duhet, apo për të knaq diçka që po mërej dikon që nuk s'ka më njerëz kushtimet çu diçka së më rëndësi, po duhet të them që shumë veprime njëri ka të paraqyeshme. Sinqerisht unë mendoj e kam menuar shpeshherë për këtë çështje e kam pjesë të meditimit të vazhdueshëm sa ka humb arsyeshmëria në jetën e njerit. Ti e bën që pse e bën këtë punë? Pse ajo është ka gjë sfiduese sot në jetë? Pse e bën, pse jeton, pse shkon, pse është sfiduese. Mendoj që nga pyetjet më sfiduese pse opton, mos u pyet pse. Pyetëm çysh të kallzoj deri në fund çysh ja bëj, se më shefi, ama pse në zimë të kallzuar. E pse është pyetje esenciale. Andaj domethën gjithmonë njërin këtë citat, pse njesh ti më i ulsaj? Pse ky më mirë, për shkak, për çfarë arsye? Dhe është që domethën është një pranim i një poshtje fatkeqësisht të një materializmi që është dominant në kohën tonë dhe më tepër është domethënë e natyrës së dominimit se sa e arsyetimit dhe argumentimit. Se ka një mund të ketë dominim, po është i paraqyeshëm. Patjetër. Mund të jetë i dominim, po nuk është i argumentuar. Dhe kjo ndjenjë është dominante, tash si pasojë e natyrës së imponimit të egër materialist, fatkeqësisht, edhe arrogancës së materialistëve nga pozicioni i tyre, karshit të tjerëve, ka bërë që shumë të tjerë me uni të friksuar nga kjo arrogancë, nga kjo hygjem. E veç pak më unal, hajt çka po doni, atë zbrapsen, se s'ka çka. Prandaj është më tepër një lloj iluzioni i paqëndrueshëm që ka shkaktuar probleme të brendshme tek njeriu, që pak më unal me vetën e tij, pak me shiku në çka kom besuone, çka realisht unë jam të bo, e kupton që atë që se ka fillim. Je shumë i nderuar, je shumë i privilegjuar, për shkak se Allahu të ka kursuar për shumë problemeve, për shumë të lashëve, për shumë shturjeve që realisht të tjerët i kanë pjesë përbërëse të përditshme së tyre. Na po shohim tash edhe këto dosjet e këtij Epsteinit e këto tjera që po dalin, apo e të mërshme burë, nuk do me met kryetar, nuk do me met zyrtar, nuk do me met i pa involvum në skemat në dyta të mungesë të moralit.
është të mërshme. Tashti, kur e sheh këtë çështje thush, valla, pse kjo punë? A kjo që e kultura që dëmon për na kompleksana? A përballë saj ne duhet më një inferiore? Absolutisht jo. Po, duhet më na kompleksu aspekti teknologjik, zhvillimi shkencor. Pse nuk jemi që to? Kjo është padyshim se është arritje me mund. Po në kuptim të formimit, kuptim të synimeve, kuptim të motivit dhe kuptim të arsyeshmërisë së veprimit, mendoj që na besimtarët si muslimanë jemi shumë faqebarë në këtë aspekt, nëse thash jemi të pajisur me dijet mjaftueshme që e kanë fillim. In kuntum mu'minin. Po, shumë dije është më rëndësishëm, dija e cila ka të bëjë me dijen e besimit. Njohja e Allahut xhallahu ala. Me njoh pejgamberin sa me ditë a din kur ne pasonte. Mësimet e kujt u injekti. E që në fakt që të gjithë në fund të fare të jetës tyre këtë e kërkojnë. Pavarësisht se të tjerë nuk premtojnë, të tjerë të lënë në bartë, lënë lloç, nuk të ofron asgjë në ditën e vdekjes tënde. Mos flasim të premtu diçka për te vdekjes. Nuk i përmbushin, të din shumë mirë, nuk i përmbushin kërkesat elementare të pyetjeve tua. Ti bën pyetje kryesore, s'ka përgjigje. A din sot për shembull në çartë ndryshme filozofike tema kryesore çka është jeta? Hala diskutojmë çka është jeta, e pse jetojmë, ku jetojmë? A kupton ku debati? Rutina e bën të tillë pse jetojmë. Se duket bajat. Po nuk kem shpjegim çka më përmbush. Sakt. Po thuaj edhe në vetvete, po të mos e dinim edhe ne nga aspekti i besimit, sepse jemi ardhur, vërtet të duket shpesh herë. E vërtet. Po ka njerë do gjëra thash, nga mirësia Allahut, Allah na i ka dhënë kështu lirshëm. Po. Këndshëm ne kanë. Jo ne na duket këtu normale, jo për ty normale, për ti ka është kodre pa të kalueshme. Njëri që ty ka met. Që ti është që ai që ty ka met, ai nuk po mund e kalon atë barierë. Po për ty është e thjeshtë. Na le të themi çka pas dekës. Im shil syt, djalë me djalët ose nipit, edhe ti ka ku përdin di këtë punë, aje ka abecet këtë punë, thjeshtë. A dikush e ka çka ndodh, ku ndodh, mister, pa njohje. Humbjeve. Gjithçka. Zhdukje tjera. Kjo mirësia e Allahut, kjo na bën krenar. Kjo qartësi dhe kjo kthellësi dhe bindje na bën krenar. Vedomos. Hoxhë nderuar, në një emision të Ramazanit do të ishte pak t'i kalënim çdo natë me ju dhe me teleshikuesit, por du pak disa pyetje nga juaja personale. Unë nuk përmenda asnjë pozitë që ke kështu në përgjithësinë shoqëri. Je imam në Mitrovic, në xhamin kryesore. Nuk di pse i thoni e Zallit. Ajo betonit është. Ja, ka histori e Zallit. Aty është shit Zalli më herët. Edhe për atë është. E për atë, që shtot jesën do emna bismillah. Po. Da emna kanë jesën që shtot kanë njerë, po më në mërasi, po jesën që shtot. Po. Ajo xhami ka histori interesante, do më thonë, realisht unë nuk e di shumë mirë historinë, ti e din shumë mirë, dhe në detale unë më mungojnë, shumë detale mungojnë, po hoxha i nderuar Mulla Aslani na tregonte, ai ka pas piorit mira për histori, edhe kemi përfituar për ti zoti e mëshiroft, edhe realisht ai ka qenë një prej njerëzve kryesor që realisht edhe unë jam në xhami aty. Allah i mëshiroft, është përbleft për modestinë e kujdesin, se unë i kam qenë realisht si nxënës, unë kom sutaj kur më i ri, pastaj kemi shkuar bashkë në një xhami. Edhe interesant, domthonë hoxhi nderuar Muhamet, atë ditë kur i ka ardhur dekreti i pensionimit, edhe pse kuriosia e ka respektuar deri në fund dhe normalisht e ka zgjatë mandatin, po dikur dosh me bëni dekret. Edhe atë dita nuk hypje thamon në kursime më i derë. Sa i moj këtë dersi në kursis në gjuma, e unë e moj isha hytëbën në të mërë. Edhe i thësha, moj hytëbën një ka në asë nuk e falke namazin, asë nuk dilke në hytëbë. Ti imam i xhamis, ta veç qëtë kursi të kësha, ta kursin e ki të i desa. Atë ditë dhe mund kër e ka përfundu, nuk hypë ke mapën. Ta shoj të lutë në mos më ngushta, vazhdo në kursi të se kursi është e jotë japën. E Allah e tha më japën. Ta që deket e kumpri, tha, unë tha mos jam imam këtu më, i tha si gjemat me ardhë, edhe sinqerisht nuk ka i mundi sa ka deka. Respekt, edhe po mënej për... A i të regante, se... Më falë këtu, hoxhallarët e tipit tillë, kam bindje që i tillë ka qenë shumë Mulla Aslani, e kanë pas dhe njëra ati se ku po la topin, kush po e vazhdon. Do më thonë, jo me modesti du të me pa këtë qështje, po është një rahat.
Është mira, sidomos kur e ka pa për disa... Ai nuk e di. Bile një herë mojnë mend, Allah më shëroft, mes namazet, tha, o djallë, unë e kisha përfundu fakultetin, në duket e kisha përpa. Tha, a do më bo, tha ti imam, qëta që të me bo? Në të kuptim atin që iniciativa ka qenë, kuptim që xhamia po rrend tash unë po eci kështu më radh. Allah i mëshiroft. Na kanë mësu me dashur fen. Elhamdulillah. Na kanë mësu me dashur venin, me kontribuën na kanë mësu, elhamdulillah. E xhamia zollit ka se është i zollë aty. Është xhami aktive, është xhami qendrës, është xhami i frekuentuar, më ka radhë të falë edhe namaz xhumas aty, po në këtë Ramazan çfarë projekte keni, do të thotë në kuptimin ke ndimës ato ke për terapi për... Po, xhamia jon është ndërtuar nga Dianeti i Republikës së Turqisë. Po. Respektivisht nga Bajram Pasha, Allah i shpërbleft, ata donator, iniciator, gjithë që kanë kontribu, dhe çdo vit ata në bashkëpunim me kryesinë e bashkëpunimit dërgojnë imam për Ramazan në Kosovë, që është e dishme, po më duket mua se di kom qef që është me trajtu, po ata këtë xhamin time e trajtojnë pak më specifike si tyne. Po patjetër. Se kanë në një vepër të madhe që e kanë bë, edhe zakonisht kujdesen që me dërgu pak imam me zumat bukur, me lezim më të mirë, e zakonisht kena hafizat mirë. Elhamdulillah. Zakonisht kemi hafizat mirë, edhe kur pa dy nuk jemi. Mashallah. Normal, ta xhamiet e tjera mi marrin kajnë ka pak, duhet mi shpërnda ka pak, po njoni pa met aty nuk e lën. E kemi edhe një hafiz, domthonjë që është me detyrë 5 vjeçare në xhamin tonë. Kështu që unë dal në teravih pa falën një farz që aty në malofshin ka herë, ato tjera të i falën ata se në hafuzlar, ka zonë mirë. Është mirë që edhe mirë për komunitetin, për xhamatin, për vendet ndryshme. Po, elhamdulillah, tani kam fleksibilitet pak më shumë me lëviz. Edhe ka mirë kuptimin e kryetarit, Allah e rujt, edhe kryimamit, kështu që po jetë së mirë, po jetë së kryetarit dhe kryimam. Në fakt, Mitrovica jepni një botë kuptim të jashtëm në botën shqiptare, se jeni një qytet shumë i madh dhe sikur mi pas ndoshta një 500.000 banorë, që sikur është nënkuptueshme të keni këtë vlera të hoxhallarëve. Në fakt, prej komunave të mëdha, ose qytetet të mëdha, keni mbetur më i vogël. Po hoxhallar të vlefshëm shumë. Elhamdulillah, Zoti ju shpërblet ju për lërsimin edhe konsideratën në bashkoftë Allah në punë të mira gjithmonë. Amin. Detyra që Allah është i kënaqur me to. Gjithashtu, këta pak minuta që i kishim kaluan dhe t'jem minjos që gjithë e kohë t'jesh bashkë me ne, edhe të fillojmë këtë emision për një nismë të bereqetshme. Elusë Allah në plotë fuqishëm që të shpërblej ju për punën dhe angazhimin e vazhdueshëm që bëni, për modestin që keni, thirrjen e ëmbël që keni dhe që fokusi juaj shumë personalisht po e them kështu si bindje është që dëshironi t'i afroni njerëz me Allahun, t'ua bëni të dashur Allahun ashtu siç duhet dhe më duket që në këtë mision jeni shumë të arritur dhe shumë të Allah shpërbleft hoq, Allah nderoft. Atëherë suksese, paqe, jetë të gjatë të lumtur. Aty suksesin këtë udhtim. Zotit të Faleminderit lutjet e juaja në atë shumë që na mbajnë gjallë. Atëherë të respektuar teleshikues, shumë shpejt kalojnë këta minuta, kështu nga pak pra, erdhëm edhe te fundi i hallkës së parë të emisionit ton në sofrën e Ramazanit. Mbesim me shpresë që edhe ne të tjera do të kemi mysafirë të vazhdueshëm që do t'ju freskojnë sytë e ju kënaqën kur i shehni, zemrat e juaja i pranojnë me kënaqësi këshillat e tyre, do t'jemi në pritje të ardhjes së mysafirëve nga trojet të ndryshme shqiptare dhe të jenë mysafirë të cilët e freskojnë shoqërimin në këtë Ramazan, pra të bëjnë këtë pjesë të natës, sepse tashmë Ramazani kemi me natë më të gjatë dhe rrjedhimisht edhe kemi kohë edhe për adhurim, po edhe për të përcjell kanalet televizive nga pak e PIS TV do t'jetë edhe si vjetë, edhe më ngarkuar me emisionet e tjera si që është edhe ky, mbetim me shpresë që do t'jeni të kënaqur me atë që do të ofrojmë për ju. Deri nesër mbrëma me një musafir tjetër, ju lëmë në kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.